Kuba, çfarë saktësisht të bërit mendosh kthimin në shtëpi? Cili ishte momenti, pika e kthesës? Pika e kthesës këtu në shtëpi për mu kanë disa pika që jam mbledh bashkë. Në një anë e pata bisedën me që kemi këtu suportin tepër të mirë, me psikologën e shtëpisë. Vjen mirë. Edhe me thonë drejt fermerë të tjerë, janë hinë biseda me mu edhe më kanë jep disa pyetje, disa mendime që kompletisht që ato pjesat më kanë jep frymëzim me nejt edhe pak, me kuptu edhe ma shumë, më mësu edhe ma shumë, edhe vetë për shkak që mendimet e mia janë të hapë, jo në drejtim që e ndryshoj jetën, stilin tem të jetës, po hinë në tjetër lloj kuptimi për njëri tjetrin, edhe për na si njerëz. A ndihesh i përjashtuar në atë komunitet, Kuba? O, s'kuptova më fal. A ndihesh i përjashtuar? Përjashtuar në grupin? Po, në atë komunitet. A ndihesh i përjashtuar apo i përfshirë? Heq, njëna si pjesë e grupës, sidomos që aty po presin shumë mirë, se edhe po mendojnë për qa mujna me basi ushqim për Kubën, edhe po njëna ka herë vetë se siklet, se për jo tham lejt të bëj vetë, se s'pëdu mi jo bëj ekstra punë atyne. Po për e me këtu pëmsoj që funksionon komuniteti, edhe nëse i kena mendime tjera, po. Mirë, më vjen mirë. Dhe kam një pyetje të fundi lidhje me kafshët, apo kujdesen si duhet për kafshët pjesa tjetër e fermerëve, si të duken ty? Unë akoma vetë jom të mësu. Je duke mësuar? Qa është edhe dhonë, kështu unë po thamë që krejt pëdojnë kafshët. Krejt pëdojnë me shpirt edhe krejt pëdojnë të mirën. Edhe besoj kjo është një hapësirë shumë e rëndësishme për të gjithë ata që ndjekin programin dhe shohin se kafshët duhen trajtuar si që meritojnë të trajtohen, me kujdes, me dignitet, edhe të durojmë dashuri, edhe për kujdesje. Edhe që të falimderit nga juve, Arbana, se falimderit nga juve se edhe që nga keni pru specialistin, që nga ka mësu edhe nga ka jarë këshilla. Kuba, tani jemi gati që të lexojmë së bashku, më sakt ta lexosh ti dhe ta dëgjojmë ne se çfarë përmban ai zarf që ka ardhur surprizë për ty sonte. Wow! Çfarë thuhet? Animal Rescue Albania ka kënaqësinë të shpall artistin Kuba si ambasador të kauzave të veta, duke parë dedikimin dhe angazhimin e tij për mbrojtjen dhe kujdesin ndaj kafshëve. Je ambasadori më i ri. Urime, Kuba. Dedikimi yt është vlerësuar me një herë. Faleminderit shumë. Dhe kurdoj që të kesh kohë dhe mundësi, ju bashkohesh kauzave të tyre për të tjera projekte. Wow, ndjerë e madhe, zdi që a thamë, faleminderit shumë. Faleminderit ty për mesazhin e rëndësishëm që po përcjell me qëndrimin tënd. Kuba, të ftoj të kthehesh në arenë tek miqtë e tu. Okej. Mbyllim lidhjen me fermën dhe komentoj pak me opinionistët. Ermal, nuk është fort e thjeshtë, ë? Unë nuk e kuptova çka që ndodh me Akilin dhe me Akili ka parë Kubën që nuk ka mundur të porosisë dot qoftet vegane, nuk ka dashur më saktë, sepse ka ardhur buxheti i plot, Kuba ka thonë unë nuk dua gjë. Po? Ha këto gjërat që keni porositur ju. Për atë domethënë. Po, legymet, perimet, këto drithët. Dhe Akili ka dërguar tek Agai cigaret e veta dhe në këmbim, me vlerën e cigareve të veta, ka kërkuar që të blihen qofte vegane për Kubën. Arban, unë këtë gjë vlerës jam prekur shumë se... Ti e ke tënde, në? Jo, unë i dua kafshët jashtë masës se për mua janë ëngjën tokë me 4 këmbë dhe kështu i them gjithmonë, po e mirë kuptoj totalisht qëndrimin e tij sepse unë jam vetë si ai, po kam ndryshuar komplet këndvështrim kundrejt Akilit. Sepse një njeri që të ketë ndjeshmërinë kaq të thellë për dikë tjetër aty brenda, i cili është vegetarian dhe të bëj këtë shkëmbim,
i shtohen vlerat pa fund. Që, Ka dhënë cigaret e veta. je vegane? Tani, Ore, një sekund, unë jam... ti je vegane? Nuk jam vegane, jo vegane. një sekund, Ti dëshën nga grimjerën aty. Jo, një sekund. Konsumoj vetëm pulën Okej. dhe me Dhe grimierën. raste viçin, jo një sekund, por konsumimi nuk do të thotë që nuk je dashamirës kundrejt kafshëve, sepse unë merrem Okej. intensivisht me këtë gjë Mendoj që çdo mund ta ditë. zgjidhni dhe te Okej, po. grimi. Po, jo, Se duhet ta sjaronim. Unë Arbana do doja t'i komplimentoja prindrit dhe familjen e Kubës për këtë djalë të mrekullueshëm, sepse kur sheh dikë si Kuba me atë ndjeshmërinë e tij, me atë botën e tij, vë në pikpyetje nëse është real apo është një trillim, sepse shumë pak na rastis të njohim njerëz kaq pure, do thoja, po kaq të pastër, pa djallëzi, dhe jam shumë e lumtur që ai është pjesë e këtij formati, jam shumë e lumtur që ai nuk ka dal nga ferma, sepse para ca ditësh e dëgjova tek Saluan Tempiano dhe nuk e dija nëse e kisha lënë kanalin ke ferma dhe dikush po këndonte dhe thash kush është ky zë, apo ishte diku në YouTube ndonjë këngë, ndonjë artisti me famë botërore, sepse zëri i tij ishte ëngjëllar. A vash se do bëhet Heaven. Dagsi xhelos? Jo, nuk bëhet Dagsi xhelos. Se te provë shumë. Dagsi nuk bëhet xhelos se Kubën e kemi nga Kosova, e kemi Tonin, kështu që Një pyetje kam për ty Ermal. Akili, kjo puna e shkëmbimit të cigareve për qoftet vegane të Kubës, strategji apo ndjeshmëri? Mu duki sinqert aty. Mu duki sinqert. Mu duki sinqert. tani dhe ngacmojnë çik për mishin para se të bënte këtë veprimin, po Besoj s'ka që problem. aty ishte i sinqert. Kupton? Kishin lok krokodil. Okej.